Bëhet e ditur se dje dhe sot për zhvillimet e pritshme në partinë kryesore të shqiptarëve në Maqedoni janë zhvilluar kontakte intensive në të cilat janë përfshirë edhe diplomat të huaj të akredituar në Shkup. Vëzhguesit thonë se për mungesë të veprimeve institucionale lidhur me paraqitjen anonime të përgjimeve të debatueshme që merren me privatësinë e vetëm personaliteteve shqiptare, skena politike mund të marrë për shkallëzime të atilla të cilat mund të vënë në pikpyetje mbajtjen e zgjedhjeve të caktuara për më 5 qershor. Pavarësisht kësaj, ditëve që lan pas në publik janë shtruar një mori pyetjesh dhe pikpyetjesh për atë që po ndodh në taborin e integristëve. Pa dashur të akuzojmë apo të amnistojmë dikë, fitohet përshtypja se në Maqedoni ende nuk është bërë pajtimi politik për konfliktin e armatosur të vitit 2001. Për më tepër, duket se pala maqedonase në bombat politike të megaskandalit të përgjimeve po shikon mundësinë e hakmarrjes ndaj një strukture që para 15 vjetësh, thënë shkurt e shqip, e mundi. Aktivizimi i bombave ndërkaq nuk është se demaskoi ndonjë kuadër të partisë së zotit Ahmeti për zhytje që cilësohet si veprimtari e jashtëligjshme dhe kriminale. Edhe luajtja në kartën e diskreditimit moral, duke shkelur të gjitha normat etike që përvijojnë atë që quhet privatësi edhe e personave publik, shtoi kësaj edhe deklaratat e protagonistëve se ato që i dëgjuam janë të montuara, përforcojnë bindjen e përhapur gjithandaj për drejtësinë e munguar apo edhe mungesën e shtetit ligjor që edhe në rastin konkret do të duhej të ngritej për mbrojtjen e normave kushtetuese, pse jo edhe të direktivave dhe standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive, pra edhe të privatësisë së çdo njeriu, qoftë ai edhe person publik, në rastet ku përjashtohet interesi publik. Prandaj, kjo që po ndodh ditëve të fundit ka nxjerrë sheshit atë që shqiptarët të thuash e kanë ditur që nga lufta e dytë botërore e këtej, se ndiqen për ndiqen, se survejohen e përgjohen. Edhe gjithë kjo në emër të mbrojtjes së asaj që emërtohet si mbrojtje e kauzës maqedonase, ku çdo kërkesë shqiptare për barazi merret si shpërfillje e palës maqedonase, e institucioneve dhe shtetit maqedonas, jo të Maqedonisë. Mu për këtë u takon institucioneve të vendit, por edhe organizmave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, që të sqarojnë publikun për atë që është me interes publik, edhe kur vëllau i madh vrojton e përgjon, por edhe për atë që është shkelje e privatësisë. Të kuptohemi, përgjegjësia dhe përgjegjshmëria është një kategori me të cilën të gjithë duhet të përballemi. Në të kundërtën, asgjë nga zotimet për llogaridhënie, asgjë nga premtimet për ditë më të mira. Çështjet janë tepër serioze sa të vendosen vetëm në kontekst të një prakfushate zgjedhore. Mirpo, të mos e zgjasim, të presim e të shohim ditëve në vazhdim.